teksa në ndajnë 10 ditë nga zgjedhjet numri votave të diasporës që mbërri në KQZ vijojnë të rritet. Deri më tani kanë bërritur mbi 100.000 vota. Numri më të lartë të kthimeve e mban Italia me mbi 46.000, ndjekur më pas nga Gjermania, Greqia, donse ka pasur një përmirësim të ndjeshëm, orët e fundit procesi në Greqi vjen të jetë problematik me dorëzimin e fletëve të votimit në postë. Në këtë proces është angazhuar dhe ambasada shqiptare në Greqi, e cila në rrjetet sociale ka postuar adresa të zyrave postare që do të jenë të hapura për te orari zyrtar dhe në ditë pushimi për të përshpejtuar procesin. Megjithatë, në rrjetet sociale është shënuar një numër i lartë persona që kanë publikuar votën dhe procesin e votimit në tërësi në shtëpinë e tyre. Janë vënë re raste kur votimet janë zhvilluar në mënyrë familjare. Nga ana tjetër ka pasur edhe raste kur zarfet nuk janë dorëzuar votuesve në adresat e tyre përfaqësinjve. Asnjë nga institucionet apo organizatat që veprojnë gjatë kësaj periudhe zgjedhore në Shqipëri nuk mund të veprojnë në vendet e tjera. Rruga që mbetet është dërgimi i letërporosive, pasi prokuria të ketë nisur hetimet kryesisht bazuar në materialet online.